Kurani familjar të raportin bashkëshortor apo raportin brenda familjes, më tepër e sheh si një burim qetësie, si një burim dashurie dhe mëshire, mirëkuptimi të ndërsjellë të solidaritetit brenda antarëve të një familje. Kur kjo qetësi cenohet nga dhuna, atëherë nuk është goditur vetëm një individ, por është goditur bërthama e shoqërisë tonë, kuptohet pra familje. Një familje e shëndosh prodhon një qytet të sigurt, por një familje e dhunshme prodhon pasiguri që pastaj ajo na derdhet në rrugët tona, në institucionet tona, në shkollat tona e kështu me radhë. Pra të vendimet fetare për çështjen e dhunës janë të prera. Dhuna në gjitha format e saj, qofshin verbale, qofshin fizike apo psikologjike, është ndaluar në kuptim terminologjik fetar islam haram. Si urdhërofies, sidomos të jetës në familje, të formës të si duhet të sillemi, e kemi vetë Muhamedin paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, për cilin vetë dëshmon bashkëshortja e tij, Aisha, e cila thotë I dërguari I Allahut nuk ka goditur kur me dorën e tij asnjë grua, asnjë shërbetor dhe asnjë qenje të gjallë. Nëse dikush përdor forcën brenda mureve të shtëpisë, ai nuk po ndjek, kuptohet, rrugën e profetit, por po ndjek rrugën e ignorancës. Për atë muftinia e Gostivarit ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë e hapur për bashkëpunim me institucionet lokale, duke filluar nga komuna, policia, institucionet arsimore, organizatat jo qeveritare, dhe besojmë fuqishëm në parimin atë që edhe u përmend, sidomos me shifrat alarmante të viteve të fundit, qoftë nga ana e sektorit punëve të mrenshme, qoftë nga ana e prokurorisë, gjykatës, qendrës sociale, për rritjen në vazhdim të kësaj, më mirë të parandalojmë se sa të shërojmë diçka. Kuptohet se ajo që u përmend disa herë se dhuna nuk na vjen nga hiçi, ajo kuptohet se ka një burim dhe ato janë anomali të cilat na shqetësojnë dhe janë shqetësim I madh për gjithë ne, për shoqërinë tonë, sidomos alkooli, bigjozi, anomalit morale, humbja e durimit në komunikim e kështu me radhë. Kuptohet se ne si muftini këtë e luftojmë vazhdimisht nëpërmes ligjëratave tona në xhami dhe në ambientet ku marrim pjesë si udhëheqës fetar, por e dyta është se ne si muftini jemi të gatshëm që përmes rrjetit tonë të në punëse fetar, të gjithë mësuesve të besimit, sidomos të ligjëratave tona të sprenteve, të intensifikojmë mesazhet për vetëdijsimin e popullatës. Ne mund të bashkëpunojmë në projekte të përbashkëta ku edukimi fetar dhe ai qytetar bëhen bashkë për të mbrojtur gruan, fëmijën, por edhe integritetin e burrit. Të nderuar antarë të Këshillit, muftinia do të jetë, është dhe do të jetë edhe në të ardhmen aleati juaj. Dyert tona janë të hapura për çdo iniciativë që e bën Gostivari një qytet më të sigurt, më të moralshëm dhe më të dashur për të gjithë ne.